Mos u bëni sikur ata që i qërton Allah, wala takunu kalladhina nasallaha fa ansahum. Mos u bëni sikur ata që harruan Allahun, që bëken men për Zotin hiç. Hiç që bëken men që ka Zot mi kokat e tyre. Ama pastaj çka? Edhe Allahu i harroi. Edhe kur dalin ditën e gjykimit, leçi ka harru Allah te bareke ve taala si merr parasysh, po i nënshmon edhe i poshtron edhe shikimin ja u merr se ata nuk e shikojshin Allah. Nuk i shikojshin faktet, argumentet e Allahut te bareke ve taala. Edhe njeriu kur del ditën e gjykimit, i ka pas sytë edhe dritat e syve, tash atje nuk po sheh. Edhe i thot: "Ya Rabb, lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira." O Zot, pse më ke ngjall të verbër, kur unë i kom pas syt, kur e kom pas shikimin, kom pa. Allahu thot: "Kedhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kedhalika al-yawma tunsa." Kështu ty të erdhen argumentet, faktet tona. Kështu të erdhen argumentet, faktet tona e ti harrove, nuk i pe heq ato. Edhe na sot ty po të harrojna, edhe ti sot nuk po na shefni. Andaj, ai cili është i verbër apo i shurdhër në raport me faktet, argumentet e Zotit, ai vesh i ka, po s'do mi dëgju fjalët e Allahut. Ai syt i ka, po nuk do mi shiku faktet e Allahut. Le ta din se jetën e tij e ka të vështirë. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Ai pra që e refuzon, ai që e neglizhon, ai që e njëron përmendjen e Zotit dhe lidhjen e tij me Zotin, e shkut në këtë dynja, çka po thot Allahu? Fa inna lahu ma'ishatan danka. Ai e ka një jetë shumë tram, e ka një jetë shumë vështirë. Ai s'mundet me u rahatu në jetën e dynjas. Plus kur del ditën e gjykimit, Allah e ngjall çka? Të verbër, sepse i harroi kanë argumentet, faktet e Allahut te bareke ve taala.